saga që nisin e mbaron. Po kjo është historia e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klam Radio dhe KTV. Përshëndetje për krejt dëgjuesit tanë, do të më shty pak që knecim se si ka lidhje së ndreshisht. E kom shprehi gjithë përshëndetjet me Ilon Gjys, nuk e di pse. Se bën çdo nuk e di. Nuk e di as tonë. Përshëndetje krejtve kudo që jeni duke na dëgjuar. Hajde te fillimit aty. Që të janë për atë. Hajde 3, 2, 1, shkojt. Përshëndetje krejtve që më na dëgjoni në këtë moment. Kjo shpesh na ndodh në fakt edhe në Voice Room kur lexojmë rubrika, kur lexojmë lajme diçka me fillu ka 5 herë. Edhe ndriti, për shembull, kolegu jon është një prej atyre personave që ta bën me qëllim. Ai do të njerëz 7 herë. Ama ai e bën me qëllim, kështu veç me mja caru nervat. Po, çat punë ka, domethënë, ai ka qysh me shti edhe një herë, po me t'ja pak energji. Veç ma bën, po. Nëse, urej që keni kalu ditën e mirë sot, ka qenë një ditë kogja e ftoft, jo e freskët, po e ftoft, me plot kuptimin e fjalës në mëngjes, domethënë jera ngri kush ka dalë pa përgatitur në mëngjes. Edhe pak a shumë që ashtu ka vazhdu gjatë ditës, sepse maksimalja deri sot është parashikuar deri në 20 gradë, që aktualisht për momentin e ka mbri maksimalin, por sido që jetë është një ditë kogja e freskët, kështu që dhe mbrëmja vritet me qenë e tillë, bëni kujdes. Edhe në komunikacion qet, është qet? Në komunikacion s'ka për pak na mi tregu, po për pak na mi tregu. Po për pak na mi tregu, po paraprakisht po duam ju bë thirrje për më na dërgu foto, më na tregu ku janë ato pjesë më të ngarkuara. Por paraprakisht duam ju bë thirrje për më na dërgu foto, më na tregu ato pjesë ku janë ngarkuara në 049978 është numri i telefonit që ju pret edhe me telefonatat për ditën e sotme. Dojna me diskutu diçka shumë interesante. Ndryshimin që do ta doje. Do të më sqaroj se diçka, se jemi kone fushatës. Jo as ndryshime, jo as ndryshime. Po potencoj mirë, jo. Okej. Mundet me thirr dikush me thon ndryshimin që do ta doja në lagjën time do të ishte kështu, ose në komunë s'është problem. Po mos japni premtime. Emra dhe parti X. Do më thonë, une do ta doja, do më thonë ndryshimin arbri për qatë autobusin e trafikut urbana ne. Për ndryshe përgëzoj komunën e Prishtinës që i kish bo aplikacionin ma të ri kuleta digitale, edhe që mund është me shku tash me ble biletën online pa pas nevoja ne, me nëzirë tap me QR kod edhe kryet kjo farpune, ide shumë e mirë. Për kësi ide na kina mi duar trokit gjithmonë, po s'ka lidhe, kina mi duar trokit gjithmonë. Këta që s'kan mësohen, mësohen. Gjithmonë në shtetet evropiane, gjithçka e ki të digitalizume, mësohesh. Unë e di që ka shumë të rinj që shkojnë shkollë edhe përdorin trafikun urban, edhe që e kanë shumë alet se sa me marrni bileta në këne. Kështu që gradualisht po shkojnë aty mësuket Facebook a kene. Mos thoni atë tash po nisna pi aty në shtëpitem, te dy ti shoh domethën prente me tu ja scroll her poshtë hernal. TikTok-on e ta çojnë gjithë ditën. Po sa katojnë marrë jo s'po di me marrni QR kod. Më zbaj gore. Mos harroni me na dërgu foto edhe me ndryshimin që do ta donit, s'do me thonë për komunë tash se përmenim pak ma shumë, po edhe diçka për vete personale. Sekret kena nevojë, do me thonë, për me bu një ndryshim të caktuar, e cili është qaj i momentit. Është Apollo Producer, Zon Mali, një super kong që e kum dëgju sot, po e ndëgjojna bashkë. Unë me mëzis pres qoftë artistri, qoftë artist edhe që ndryshojnë, eksperimentojnë zhandre, për shembull me mëzis pres këngë të mira me i pas propozim, se unë e kom thonë edhe ma herët edhe në Toplisë, edhe këtu e kom përmend që jemi bo sidomos verës, po e kemi një vazhdojnë komplet njëjtë, si copy-paste po bon krejt kongë. Nesër ka me talë shu një kongë si këto tjerat. Vish emri artistëve po ndryshon. Vish artistat ju ndryshua, konga, melodia është që aty ndikon. Kongë jenë komplet të njëjta, dhe kur po vjen diçka ma ndryshë, sidomos tash me këtë farë afrobeat ose me këto zhanre të reja, që aty do me thonë, që aty po më pëlqen shumë. Okej, e ka me afrobeat nesër, do me thonë është Tajna, bravo! Tajna,
petrol, shumë e mirë, ka ndryshime shumë të mëdha. Tajna e futi kështu aty. Edhe po na e dha, si më thoni falëririe që më eksperimentu pak. Bravo. Petrol Company është vendi ku mundeni me shku me i marrë derivatet më cilësore. E nëse shkoni në Hajvali, atje keni dizelin dhe benzinin për vetëm 1.17 për litër. Kështu që ju që keni nevojë për derivate, mos harroni me u drejtu tek Petrol Company në Hajvali edhe me i marrë këto super derivate me super çmime. Fati për çështë që më ke shkruar diçka, po për momentin nuk më me lexuar, ashta po pjesën e dytë kena me lexuar dhe me i pa krejt, po që pas ke dërguar edhe disa video, për ndryshe në këtë pjesë të parë deri në orën 17, pra derisa jemi me Koavizionin së bashku, ju presim me telefonata për me diskutu për temën, për ndryshimet që do t'i donit. Pra cili është ndryshimi që do t'a donit, mundri me na telefonu edhe me na tregu. Sa i përket komunikacionit, është pjesë ngarkuar, pjesa nga poshtë Vetrniku deri tek rrethi Duplex, mi u qas rrethi Duplex ka kolon nga fshati Shkabaj. Pastaj e ngarkuar është në këto momente edhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. E ngarkuar është edhe rruga Gim Ramadani nga komuna për tek Utkyçi i Menzës. Çastja për tek autostrada në Fushë Kosovë, atje është pjesë e ngarkuar edhe kjo. Këto janë informatat e para që kanë arrit në 049978 përderisa ne së bashku me kolegën time Matre po presim telefonatat e juaja, po presim u inkuadru edhe me na tregu për ndryshimet që do t'i doni, cilat janë ndryshimet që do t'i doni. Për kuletën digjitale, që e përmendëm më herët për aplikacionin që e ka bëu komuna, edhe bëdhët mujoren e pare ki falas nëse shkarkon aplikacionin. Po e kam aplikacionin, du më ka ardhë mujore. Mujorja e parë për trafik urban apo për trafik urban? Po kuleta digjitale në fakt është ka shumë shërbime brenda saj, nuk është veç për me bo pagesat ose blerjet e trafikut, po është përveç blerjes së biletave për autobus me një prekje të vetme, është menaxhimi i parkimit në kohë reale, pagesat shpejta edhe të sigurta të shërbimeve komunale. Krejt i ki, domethënë, shërbimet, pagesat që ka kanë të bëjnë me komunën, i ki në një pako të vetme. Çka duhet me bo me mush? Me vish me marrë aplikacionin. Po për momentin vish për bilet është. Për momentin. Po për momentin është vish me bilet. Nuk i kanë integruar domethënë alo këto tjerat. Ja, alo si kanë integruar këto tjera, domethënë vish për bilet, mund shme asit kondukterit mi thonë që për kom biletën kanë me startu një herë. Ka dal fion, mos u gotë edhe ti se çush po mendon ti mi kryket për menjera. Çka bojnë ata me bo mi kryket për menjera. Mos baj gore. Do të thosh të kapak edhe arrin. Por dyshe, po se s'kom çore pa thonë. Nuk është politik, po hajde. Jo, kemi thonë, por kur të ka të bëj për komunën, për lagjet tona, po shon programe të jashtëzakonshme. Më thonë, po flas për komunën e Prishtinës edhe pak tjera që aku mujt me i pa, se po mundona mos mi pa hiq. Po, dhe më thonë, po shoh premtime të jashtëzakonshme për lagjet ndryshme, por ju lutem, kur t'i bëni çto premtime, paktën ja 15% sajna realizone. Din, vish 15, s'po lypin 100%, edhe kish me qenë, dhe më thonë, e knaqshme për shumë qytetarë të lagjeve të ndryshme. Edhe kur t'i jeni lagjeve, mos jeni vish këtyne lagjeve ku e dini që kini me marrë ma shumë vota, me thonë, hajde se që tu pihi lagjës edhe e disën e që tu i kam atat mit. Po, shkoni lagjeve një ka një. Shkoni lagjeve një ka një. Ngani pak. Mama ti kanë qenë disa statuse nga shumë qytetarë që Prishtini nuk është veç Dardania, veç Ulpiana, veç Solitera, veç Bregu i Diellit. Do të thonë ka shumë lagje tjera në Prishtinë që u tha dje Velania që s'ka pas trafik urban fare. Po këtu po du me i përfshi edhe shumë lagje tjera, sidomos tek Prishtina vjetër, që deri vonë nuk kanë pas as ndriçim, nuk kanë trotuare, domethënë gjërat elementare kanë munguar në për shumë lagje të Prishtinës, edhe premtimet kanë qenë fokusuar, edhe puna ka qenë fokusuar vetëm në këto lagje kryesore që po thutin ndoshta e kanë pas në shtat masën më të madhe të votuesve. Por jam shumë e sigurt që në disa lagje, nëse thjesht një dritë rregullohet, nëse thjesht një trotuar shtrohet, besoj që keni me pas votat e atyne qytetarëve për senet më të thjeshta që ekzistojnë. E sot dalin këta të Bregu i Diellit, edhe thonë që të do koska i keni lënë pak si pandrej që dha ankohen para mendote. Po ne se dhe çfarë thash, hini lagjeve pa. Ju ka rrit standardi pak e këtyne, edhe tash kanë kërkesa dhe ankesa banale. Bekimi, po të përshëndes shumë, faleminderit shumë e kena, do më thonë Bekimin që është dëgjues i rregull, gjithmonë na shkruan, po me na telefonus na telefonon. Dem ti na ke dërguar diçka do foto në Prizrena në iknej, po na nuk mirëm do më thonë me si ankesa që mi thonë, kështu që në komunë që sot e ki rastin, ja që në kryetarit komunës Facebook, atje ku do që qenë ka kjo, edhe i thu qka po do këtë apo vjen dhe që do me bo pak fushat.
Veç veshishizmet e gata. Që telefonata fjon. Deri në gjoj. Alo, përshëndetje. Të po ka probleme me fenirimin sot. Përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje, me kë po flasim? Kush na shëndet? Mirë, faleminderit, kush më na pyet? Më dëgjose nga Ferizaj. Hajde dëgjose nga Ferizaj, po më vjen mirë shumë se edhe pse jemi me frekuencë atje. Jam dëgjuese rregull. Faleminderit shumë, e vlerësojmë. Tregom ti dëgjuese nga Ferizaj, cili është ndryshimi që do ta doje? Ndryshimi me rrit pensionet. Bravo, kërkesë shumë e mirë, ndryshim shumë i mirë. Cimit goja i ka të thonë për pensione. Hey, dëgjuese, sa kështë dash me pas pensioni? Sa kështë me qenë mjaftueshëm për ty? Janë 150 sa atëherë, 170. Ma shumë. Ma shumë se sa që e ki? Po. Okej, do më thonë plus 170 po. 120 e kam. Okej, tash po do 120 edhe 170 pi bjen 200. Jo, 170 më shumë sa i çestin sot. Jo bre ma shumë lëp, mos baj gore, lëp e ma shumë. Vallai. 500 bre, 500. Po e di që s'janë asaj rrugë heqet. Faleminderit po, dhe dhuj 5000 bre. Ka po thoj, na kena me bo, domethënë po qa me thonë asi. Nëse mos i përmendni se ke diçka lidhur me. Për Prishtina Ticket, po do të thonë se aty i ki çmimet ashtu siç i ki. Domethënë nuk ka aty kili mili. Pristinaticket.net, vizitojini websajtin për me pa krejt drejtimet në Gjermani, në Zvicër, Sloveni, Suedi, Luksemburg dhe në Sjelltas me çmimet më ekonomike. Mos harrojmë këtu edhe Parisin, ne kemi Prishtinë, Prishtinë. Ka shumë që planifikojnë gjatë pushimeve të vjeshtës, për shembull me shkon Disneyland me fëmijët pakatje në parkun e famshëm. Kështu që e keni mundësi direkt prej Prishtinës me shku në Paris. Rezervoni biletat online ose mundeni me thirrje në telefon. I keni gjitha numrat për operator në Kosovë, në Zvicër edhe në Gjermani në Prishtina Ticket. Ne përveç se do ju bëjmë shkolla dhe kopshte të mira, kena mjaft dërgu fëmijët Disneyland. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Unë qatë mesazhe ta çova, po ta shih me qita për këtë televizorët dhe një këshy rrugën. Dëgjëm, po, emrin që e pate ti një herë. Dem që vori që ta çova mesazhin rrugën. Po, dëgjëm, mundësi ma të mirë se qëtash do më thonë s'ka. E kopsh ato që mi dërgove mund atina komun, kush dhe që jo kryetare dhe krejt ata që po kandidojnë. Jo veç ati, po aty në tjere. Ej, ku vesh një qizme të gjota hajnë këtë. Ati të qupa, nuk për din që s'ja jep votën e s'pëvjen në shë rrugën. Po që api shepë mus thujti s'pjep, thujta epi votën vish ndreshe rrugën, po qysh ves po den? O vallohi, kjo rrugë që në kotra ma da mujës, mu ka qenë kryetari komunës. Nejse. Okej, faleminderit shumë. A po do mu përgjigj për pyetjen që e kena, se na e kena një pyetje që e bojna edhe me na tregu çfarë ndryshimi kishe pas shef. Përveç që ti ndryshimit të rrugës që kishe pas shef mjaft rregullu. A ka ndonjë ndryshim tjetër që kishe pas shef ti për vete, personalisht? Për vete çaj që punon mas mirë dhe është mirë për krejt. Okej. Faleminderit dem, po të përshëndesim shumë. Është që të qatëna për televizor ta shë kryetari komunës. Faleminderit shumë. Na tash smiru me këse gjana dem, po për ndryshe më me çute redaksia e Koavizionit edhe ata nëse shohin të arsyeshme për me u marrë me këtë punë, pse jo. Po për juve që jeni klient të Ipkos dhe jeni përdorues me para pagimi, keni 3 super pako, tip mini, tip super, tip max vjen me 500 minuta, 100 SMS, 15 plus 15 GB edhe vlen për ballkanin perëndimor, tip super me 300 minuta, 100 SMS, 8 plus 8 GB vlen për ballkanin perëndimor dhe tip mini me 200 minuta, 100 SMS dhe 3 plus 3 GB internet. Qysh me aktivizu, i keni kodin YL120YL123 tash mbarët prej pakos edhe thurje ose shkoni njënin prej dyqaneve të Ipkos edhe aktivizoni. Ja, telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Nasiri nga Potira. Qysh je, Naser, a je mirë? Je faleminderit, jo. Mirë për mrekulli, tregom ndryshimin që do ta doje Naser tim. Allo, ndryshimin e kisha bo, për shembull dhe rritja paga normal pensioneve, hopi dhe në punë një jetes më të një për qifrat e ri, për shembull, e konsuet 8.000 dhonë. Po diçka për vete personalisht, brenda 4 mureve të shtëpisë tone, për shpirtin ton, për jetën tone, a ka ndonjë ndryshim që po e don për momentin? Ja, për mua kur fa ndryshime, për mua njëjtë vetëm për shembull që neve na shkatërron nervat me këtë gënjeshtra, për shembull se janë të dhonë për shembull apremtime boshet që 24 vjetë s'po realizohet asgjë. A nëse bojnë ndryshime, do të me morë punën me seriozitet, për shembull, për të mirën e trive tonë, autën tonë që me i mojtë të në Kosovë, jo më na ikë. Faleminderit shumë, përshëndes Naser.
Ju kaloni mirë. Hajde gjithat mirat, mbrëmjet këndshme. 049-978-978 na tregoni ndryshimin që do ta doni, te nëse ky ndryshim që për momentin jeni tu e dashur ka të bëjë me ndaj vetur për shembull, ose me ndaj rahati ose siguri për një periudhë shumë të gjatë, na ju rekomandojmë gjithmonë që të shkoni në Toyota. Pse? Se Toyota është i vetmi brand i veturave që jep 10 vjet garancion. Kjo është për krejt botën, jo vetëm për Kosovë. Ka diçka më së veçi tu fol për Toyota. Hajde. M'fal se të gjithmonë kom shef me ditë specifikat për Toyota. Ofertë speciale, po thot. Cili model? Gëm. Kujdes. Toyota Corolla, që është sedan, kështu vetur. Po. Paketa Terra me ofertë speciale për 19.000 euro. Corolla. Me 10 vite garancion. Tash ti qysh dush ti nja lapsin kësaj pune. Po hingëshre. Plus 383 49 963 888 për ata që duhen me thirrje telefon. Numri autotradit. Jo, ndoshta me thon plus kësaj keni mundësi me bë pagesë me këste përmes disa bankave me të cilat bashkëpunon Toyota. E këshyra 7 hera është Porsche apo e Porsche e verifikume, Porsche e konfollohe krejt, se thash mos ka bune kush na e gore. Tash po mshtin me këshyra edhe një. Por ose tani po thot 19.900 euro Toyota Corolla. Alo, përshëndetje, ku jeni? Nis, more ju të autotradit. Mirë dita, përshëndetje. Mirë dita, përshëndetje edhe për ty. Pyetjen nashta e kum kuptuar. Vesh tregona emrin ere, tregona emrin të lutem. O, emrin e kam Fazli. Ç'është Fazli? Pyetja është kështu, çfarë ndryshimi kishe pas shef? Jo për veti personalisht, a për Kosovën, as çka dush, na po kena shef me na tregu ju për veti personalisht. Na bash po dojna mi ditë çfarë ndryshime keni nevojë për veten tuaj, për familjen tuaj. Adin, po tash edhe nëse s'kiti nevojë kështu, po shen ai farë ndryshimi madhor, puna nuk është gale, na e ndëgjojna. Ja, kuptua, thash mos është na ndryshim në Kosovë, kështu me bose për veti. Çfarë ndryshimi në Kosovë kishe bë? Ma pazo zotin i laps edhe fletën me tho bëne. Si shbo? Skenarin e jetës ma mirë si shati. Po vjen shumë mirë, pas gjithmonë. Për Kosovë çka kishe pas shef me bë ndryshim? Veç mos me ka politika. T'luta. Jo, ka politika, po rast shtetnur. Unë kur kesh vjerës pushim, nonën e kom 91 vjeqare. Thash, a dojna me shku në detive në ditë, tha jo, nonën e 2 ditë, tha kom e shku u lajmru atje në atar zyrën, si jëm gjallë. Ta njef shatë mirën. Pa mu lajmru, tha si jëm gjallë, tha se ma nalin pensionin. Thash edhe qëtojnë, jeva me shku mu lajmru. Po, dhe ka njerës që dhe më thonë kam probleme me shëndetin e që do të me shku aty e besa ka njerë dalin pe zyres deri te vetura nëse ka tilë që adin po qash. Nuk jam të ju genju, mu më ga thonë, tha nuk po shkujem deti dhe 2 dita se kom e shku mu lajmru se jam gjallë, si më dek halo. Se si del pensioni atë mujë tani. E vërtet është, plotësisht është. Si tonë, se për veti faleminderit prej Zotit, prej shoqënisë, prej njerëzve, prej rrethave, prej familjes. Ideja shumë e mirë, ndryshimi shumë i mirë, po më pëlqen shumë. Për besi tonë kisha ndryshuar. M'fal, ku jeton nëse më i me të pyet? Unë? Në ku jetoni? Unë jetoj në Gjermani. Në Gjermani. A je pensioner, a je halo aktiv në punë? Jo, jam edhe qëtë vit me ne janar dalë në penzion. Po, a ki informacione atje që është rregulluar me kjo pjesë për shembull? Pensionerët, qysh e din shteti që ti për shembull je halo gjallë për me të qit pension? Kur desone, duhet më lajmëru se jam dek e marr certifikatën e vdekjes edhe ditën e mirë. Jo, kur përfundon. Sa ti je gjallë kom fjalën. Ja, sa ti jam gjallë nuk lajmërona kur kërkon heq. Nuk i nevojë. Kemi lajmëru njerin, kemi marrë certifikatën në puna. Që e përmende mjekun. Shumë çdo dëgjues kanë tregu, se unë tash personalisht kom jetu atje, po njerëz që jetojnë atje kanë tregu që e kanë moshat e shtyra çdo 6 muaj ose tash mvaret prej vendit ku jetojnë, do të më shku me bë kontroll shëndetësor. E ndoshta në këtë mënyrë edhe shteti i merr informacionet. Po i ma mirë për fjalën me shku, po jo, s'është problemi që duhet me certifikat. Nëse hajde se spina kësaj punës se mos hyja po më ditë mira. Rregulluar me certifikat dekës është ajo s'ka si. Jo se lajmërojnë e merr dënimin se ke lajmëruar. Faleminderit, po të përshëndesim shumë, kalofsh mirë, je i mrekullueshëm. Ka zgjidhje veçantë. Çasja për Tekrethi i Çaglavicës është pjesë e ngarkuar, që tash te kena një pensioner na tregon. Pjesa poshtë Veternikut është e ngarkuar me kolon deri te Krethi i ambasadës amerikane. E ngarkuar është rruga Agim Ramadani për tek Udkryqi, për tek komuna dhe nga Udkryqi Menzës, po se Menze deshifrova foton. Dhe shumë me kolon gjatë keni pjesën nga Slatina e Madhe në drejtim të Fushë Kosovës deri tek autostrada. Çef ju merresh pensioner. Alo.
Alo, mirdita. Mirdita, përshëndetje. Në lëzë më boni goja mjolë ti hong të sholla. Atë pëlqej prezantimi ajo? Atë pëlqej ideja me qenë Po, pensioner? mirë më pëlqej veç i sholla. Fjallë latina hin vesh Gjermani më qezin benzi. E pse mos me qit? Ati po don para kohë. Para kohë po ka qef. Ja, para kohë, me pas donash knaqësia pak më mirë i fjon. Ballki me najt. Oj, fion. Po, inshallah. Hajde, Në mira që shjela të kene mërësi, nëjse si ju kumni mati, se po shdo të t'jem t'ju këshyrë, po që? Nuk e di une, na këtu jena, me na thirës, na gethirë, me na shkrys, na geshkruj. Unë ka shkru s'kena mujt me folja. E ta shtetin aty. Ahmet, ndryshimi që do t'a doje. Cili është? Pa, valloj, do ndryshime i kumboj, kësha bolla që to pak do flok, kësha mjell, po shnasha dhe këtu edhe najdete. Nuk është larg me qa, hajde në Kosovë si në Maliro met. Edhe pi bojnë mirë. Bile me t'ja mo bile arsimit, bile se po më dokën që atë ka që halot zezda i koni kam të sorë, me thash bile kësha boj, kësha po su Ti dho do që kënej për mas, nuk o problem. Ndëgjëm, dhe thonë shumë kësha pos qef me t'po me flok ka shurrel. E para rova vetin seriozisht e kam. Të javu flok me kështu. Së në pashkuja zvetin me flok ka qurrel. Ani pas syzat ashtë që shashtë dorën e re, unin e ri, kreti kanë dru. Do më thonë, vish i kanë metë edhe flok. Vish flok i kanë metë. Na i sen tjetër, na i vetë, na i... Edhe përfundova, ja, sen, kur gjo heq. Jo, kështu bukurosh, s'ki nevoj. Vish flok po ta këshin dreq pak. Ndëgjëm. Po, unë këshin bo ma fatë. Kur t'vjen këtu, po shkojnë ape këshyru ma t'ka metë na i sen onësh, që diçka, po bojmë diçka. Me ti bo flok. Shkojnë bërëzim, shkojnë se ju. Qashtë. Të përshëndes edhe të përqafi shumë. Aronjë përshëndes shumë, e kalofshi mirë, e shëqërqeni mirë, gjithve të hala. Jemi rekullu shumë. Qa. Hajde gjithat mirat. Mos harroni ideja ju që keni nevojë, tash po shkojmë drejt ditëve të ftofta, drejt stinës së ftohtë, kështu që krejt jemi të mendu për një kondicioner që përveç që na kursen energji elektrike, po ashtu e bën edhe pastrimin e ajrit, edhe është me inteligjencë artificiale të integruar, e çka nuk kupton kjo është se mundet me detektu vetë, për shembull sa është lagështia e ajrit, sa është kur e arrin të ftohtin që ti ke kërku, kur e arrin të nxehtit, domethënë krejt këto i ka Midea. Përveç kësaj, ka lojë shpërblyese, kushdo që blen ndonjë produkt nga Midea, hyn në lojë për me fitu një BYD. BYD. Veturën elektrike BYD, që ne kom qam i thonë BYD. Tingëllon shumë interesant. Në veshin tim. BYD. Berati po na vet për një ndëgjuz, po thot kur një ndëgjuz që u therke, ja pas na harrua emrin pedi për ato të Mitrovicës që na therke. I Mitrovicës? Po, bre që u shty shumë edhe me followersa. Skenda. Kjo ja pas na harrua emrin kur Skenda? Nuk e di, s'ka thirr moti. Pre atëherë kur i na shty edhe kena fitu me followersa, nuk na ka thirr moti. More berat. Po gete kena qit prej loj. Edhe ti tu nejt në rësh. Alo, përshëndetje. Skend, lajmërohu se jenë tu bo merak njerëzit. Po, edhe neve na pas ke bo merak. Kush na telefonon? Fatmir Pikastani. Po, ku je më Fati? Që sot në shtëpi se në përzonë shevi piti betinit në shtëpi. A ka pas shitja atja? Sot mëngjes. Sot mëngjes se Prishtinë nuk e di nëse ka pas natën vonë dikur, deri ka ora 1 se di nuk ka pas, po që në pjesën e Besjanës anë kish pas shi. Hajde tregom Fat për çfarë ndryshimi. Apo më tregon çfarë ndryshimi kishe pas nevojë do të doje? Kum pas shpresë me ndryshu, me bleni shpret Alfa, me bo me nëzaj me shpin, për si pesha une, së më për e mërin. Pse bre, përsa së më për e mërin, bre Fat? Se di se i kam edhe dhe obligime ndë dhe speditash. Do më thonë, për ndryshim kishe pas qef që ki di mën ti me një qako ka i shpret Alfa, Beta, Zeta, qysh janë këto, edhe për që ato pas ke nevoj, kish me qenë regull për ty, apo? Normal. Që e lo kërkesa modeste. Jo, se Fiona kisha pas nevoj me ban. Faleminderit shumë, po të përshëndes shumë. Jem rregullu shumë. Tum. Për ata që ka nevoj për me bo ndryshime të mobiljeve, ndëgjoni me kujdes.
Shkoni tek Enza Home se ka 25% zbritje. Për çiftet e reja ka zbritje ekstra. Përndryshe nëse për një i doni mobilet më të mira, më komode, më të rehatshme etj, duni paraprakisht me shku te Enza Home e pas çka stili, edhe komoditeti njëjtën kozës, do me thonë veç me pas tele, mos me pas ku me nejt. Enza ka dhe shumë aksesore, ka dhe atash bedding për juve që po lypni dyshek të mirë në Çagllavice gjeni kilometrin e 6 drejtim të Rizajt nga Prishtina, e mundri me pa dhe në rrjetet sociale Enza Home Kosovë. Që fion telefonatë. Alo. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Alo. Kush telefonon? Mirgjita. Po dëgjojmë, t'lutem dalje televizorin. Nga feja po telefonoj. Emrin t'lutem. Gjona, tregom ti për ndryshimin që do ta doje. Urma? Ndryshimi që do ta doje. Kjo është tema për sot. Ndryshimin? Po. Unë ndryshimin për jetën tëme, sa po dyshim me ndryshue, me pas një banesë tëme, ose një shtëpi tëme, për jo me qire, për në mbajtës. Prej viteve të 90-ta je me qiro? Po, edhe jetoj vetun, e jetoj pa kushte, jetoj pa kushto, isha pas që një pa ndryshimi më marë, në qëtë dishmi një jetë e mirë. Edhe unë uroj për ty të njëjtën, uroj më të mirat për ty Gjana. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Gjitha të mirat. Faleminderit, përqafojmë shumë. Përndryshe që kjo është arsyeja e asajna punës pensionit që e përmendin unë shpesh, për njerëz tillë që jetojnë vetëm, domethënë që nuk kanë përkrajet familjes, se këta po thonë aty në 170 euro, 200 euro mirë se i kanë fëmijët. Po ka edhe të tillë që domethënë jetojnë vetëm, edhe që çka kanë me bëu me atë pension. Çka kanë me bëu? As më pak zoja, domethënë që ka plus çirë. Llogaritën e. A më pagu ndoshta medikamentet mujore? A ushqimet, nuk e di domethënë. Do të marr llogaritë. Hajde 300 euro. S'mundesh me llogarit. 300 euro, 150 euro qira. S'mundesh me llogarit. 30 euro rrym se domethënë mardhje dimnet. Qysh ja del? Shtynë një lapsin vetë edhe pe shofim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Enisa. Ku je bre Enis? E kryva bestin. Çka? A folet ja? Okej. Anë po kanë me ushtru, e ke marr vetëm tash të din. Hajde dalim direkt te ndryshimi që do ta doje, mos e vi që ke ushtru. Arsem, unë kisha dashur ndryshimin Kosovë në mjeksi. Ma le fal për vete. Jo, Arsem. Okej, për Kosovë. Po dojnë mu je për Kosovë. E di. Qatë del kjo? Për atje edhe seriozisht, sidomos spitali të onkologjisë dihet kush është atje, aty ne mja mundësu komplet barë në të falë. Kanë diçka po s'kanë. Qyre, spitali onkologjisë është një për spitaleve që merë mas shumë komente pozitive. Tash për medikamente nuk ka informacion. Rasat janë aty çka dush merë, do më thonë, ekipak marëm. E nis ka loj smudjesh tash aty që drejtojnë që dështë edhe s'ka medikamente. Do me thonë karon kësi huvi, me nejtë kom nejtë gati 10 det aty në spital. Po. Edhe stafi jashtëzakonisht i sjellshëm, jashtëzakonisht i mirë. Me shkumi për qafë në kanë jo, po? Nuk kam fjalë për ta, shumë të mirë, shumë. Po jam me që ta mu sjell mirë, jam me cilt ma. Amo problemi është e barë në tërsim, shumë të shtrejta, shumë. E vërtet është, une po shpresoj edhe një ditë kina thonë që... Ashtu kështu, atu po jenë humbje në dyont, edhe njerëz, kujdesi masane edhe i stafit mjekësor nuk mundet mu bo që shish dash me bo nëse kishin mi pas krejt këto. Une po shpresoj që me ato kushte që i kishin, dhe me thonë mirë, po me ato kushte zjam ke ndëgju një dhe që i kun falenderu kështu publikisht, dhe me thonë edhe për punën që i bojnë, për kushtet që i kanë. Na e dina që s'ka, dhe me thonë, na e din s'ka pen pa ka një e kolbur aty brenda, po Arsim, një dhe nuk të në pesh. Kom nejtë gati dhe dit, nashta një kompani persane, kompani social, mirë, po s'do me thonë. Po do me thonë për mësysh, bre më zbaj gare, sa për mësysh do të me ka në njështë. Kjo i shkon kërkisa jeme dhe këtë ja kësha bo këtë kërkes, këtë lutje edhe ministrisë edhe të gjithve. Faleminderit për shëndesim për qafim. Tun kalof shmirë. Unë e juroj gjithë mirat. Tun kalof shmirë. Sa për qafimet i kina jep sot me Fionën dhe më thonë, kisha me jep një për qafim të ngrat Fionës nëse... Në alpi kja kësha dhonë që ta është një për qafim. Ose ty ta kësha dhonë një për qafim nëse në Rubin
Po thu më mënal, po. Unë që me ta zgjedh, a kush e pagun se di atë kështu që vishme. Hajde po shkojnë anal. Si të dash kartelën. Hajde. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për që doni me marrë derivatet më të lira, më të mira tek Petrol Company, shkoni në Hajvali, e keni edhe dizelin dhe benzinën 1.17 për litër. Këtu janë çmimet që i ka në Hajvali Petrol Company. Nga Slatina e Madhe, në drejtim Fushë Kosovës, deri tek autostrada Kolone Gjatë. Qasja për tek rrethi i Çaglavicës me Kolon Gjatë. Drejtim Prishtinës. Rruga Tirana e ngarkuar deri tek rrethi brapa stadiumit, vazhdon kolona dhe në rrugën Zagrebi deri tek shkolla fillore model. E ngarkuar në këto momente është edhe hyrja në Prishtinë deri tek salla 1 tetore, nga salla 1 tetore se nga udhëheqësi Menzës deri tek komuna Dhana sjelltas rruga Agim Ramadani me kolon. Çef jon merr telefonatën që po të pret. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, o stafi i shkëlqyer. Përshëndetje edhe për ty Batir, çu të kemi sot? Mirë, çdo ditë më mirë për shkon punë. Vjen mirë, jam shumë e lumtur për ty. Tregom cili është ndryshimi që e kishe dashur Batir. Vallai, nashta për po gaboj veç drejtësia. Me pas drejtësi ky vend më shumë, a? Po, drejtësia me kom për ti gjithë një. Okej. Kjo po lidhet pak edhe me situatën aktuale politike në Hag. Edhe politike, po kjo sociale. A ti voton drejtësi? Okej. Mendova që e ki fjalën për këtë pjesë. Ja, në politikë Bravo Tani e fshat mirë. Bravo bre Batir. Okej, ti kishe dash ndryshim në drejtësi. Po, jo për dikon non, për dikon mirë. Okej. E kuptova. Faleminderit shumë Batir. Po, të rasin bashkë që tash me vërtetuar. Hajde çka ndodhi shpejt tregona. Ja, no po du me Mendova mos është diçka që po do të mendoj me neve. Se emisioni sot. Mirë është. Faleminderit Batir, përshëndes shumë. Du me Janina se dikush preket e kështu më mirë mos me fol hiç. Okej. Faleminderit shumë. Shumë duhet më ruaj me koni për bojën. Çashtu. Faleminderit Batir, të përshëndesim. Gjithë të mira. Stafi më i bukur, stafi më i lumtur. Faleminderit shumë, përshëndesim shumë për bukurinë si shagut me thon. Për lumturi, okej. Për një motor të mirë te Ventora. Për krejt ju që po doni me bleni motor të mirë, edhe mi ka. Ai ke po çish të Andres, për më dukesh edhe më i bukur me ta. Ajo Vespa, Tash po i shoh apo shkoj. Në zbritje i keni. Kështu që shkoni për krejt juve që po mendoni po me rrugën 25 minuta me bome 5 minuta, shkoni te Ventora dhe zgjedhni njërin prej modeleve me super zbritje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsim, përshëndetje Gita. Përshëndetje Gita. Përshëndetje edhe për Gitën, se sot bile e pash, pas një kohë të gjatë. Nashta ashtu na përcjell. Ju bonit fala. Fala pas. Si jeni ajni mirë, si kalone? Mirë, faleminderit. Si kalove? Mirë, faleminderit. Si e ke pas ditën sot mirë? Mirë, djali në shkollë me detyrat shtat, për ditëshmërinë. Po din mi bë detyrat? Po, mirë, në klasën e 4. Ti a djali? Jo, djali. Djali, okej. Se po, jo ndo prind që kanë qef me javë bot detyrat. Normal, në i sen që zdin, adin unë e ndimoj, ka paka mo shumicën i din rrët. Jo, mja kop ljopsin aty edhe mja bot detyrat tre. Jo, ta mu puna, Arsim, jo. Aj, po, është breni, që ta është adin klasë par, dikosh, po me po, që shi kish bof mja ajat. Çfarë drejt shkrimi, u që dita, thash. Thash, po shë qaj fmi birma qëto? Po, nese. Dohet rrët një batë mija detyra që shdhen qashto, amo jo mja kap dore, da se se. Ja, qashto, bravo, Gane. Ndryshimin që do t'a dënë te Ganja, 2 pika. Sa po e kam bën një ndryshim i kam prej flokët. Jo shumë po pak. Një ndryshim tjetër se këtove që pas ke bo, një që ki qef me bo. Për momentin s'kam njëre, kur t'kam ju të regoj. A i prej dhe flokë shkurta gjatë?
Po ku prej kjo kësha? A veç moj, kaj, okej. Për momentin s'kam. Ton gane, kalofsh mirë, me shëndet. Me shëndet, shumë mirë po të rrinë. Shumë mirë po të rrinë. Jeni shumë të mirë. Ton kalofsh mirë. Për juve që keni nevojë për proteinë, e krejt ka nevojë për proteinë, definitivisht krejt ka nevojë për proteinë. Protein Line-in e Zotit e gjeni në secilin market. Veç e kërkoni në atë pjesën ku është domethënë Protein Line, edhe lypeni Zot që shkruan ZOTT Kosova, për ju veç doni me pa në rrjetet sociale dhe shumë produkte të tjera të Zotit. Alo. Alo, kush telefonon? Alo, ju përshëndes. Edhe na të përshëndesim, kush na telefonon? Hyle Droga, unë jam një paciente e smut me kancer. Dhe isha në haunën në onkologji, se në të gjovat në gjusën para pak, ma herët të pullë, aty është merë të borna në shkullë. Unë e blejva të 3 mujën të blej terapinë. Jetë e blej vetë, do me thënë ka munges të madhe në repart? Qashtu tha dhe Nisa? Po. Apo mund është me adal me embulu terapinë? Po dohet diqysh, kështë ndetje më pytje. A ki ndim nga dikush? Jo, vëlla ka nga kërkush jetë. Vetëm vetë. Ta bëj një pyetje, a ka kompenzim? Do më thonë, hajde shteti s'pas ka filon bari, edhe të thot dil bleti, ruje faturën, edhe vjen qa po dim filon veni, Ministri Shëndetësisë edhe ta kompenzojna. Nuk ka. Ja, asë një faktur se 3 vite janë, në 16 shkoti ku mbo 2 vite si jam në smut, asë një faktur nuk e kanë marrë për atysh. I qitë që kreti ku më rujtë. Ruj fatura të dhapet shka thuju, qap ju doket për shtu fatura, është në regu veti. Nërë me me 100 hota në idej 100 euro. Ka munges, asë kitë hanë, s'ka pas, asë që së hanë. Në përdina, bile për mësot aty një inxeniere, është po inxeniera, ka diçka ka shtëmi ka ullë në shtrat, pa shkoni në ministri, sa se shtrata kena bon. është javliraj ki shtrat, Jo, qashtu ministri, du më thonë, ata që mirë me këtë farë punë mi shku pak ma shpesh. Ministria ndërhyn veç në rastit kur ka naj trajtim urgjent jashtë vendit që nuk realizohet në Kosovë, plus edhe ajo është kohë gjatë një farë procedure, do të mi marrë 2-3 nënshkrime nga 2-3 specialistë, nga... Është kjo ministria që soj shëndetësisë aty në jashtë atje? Është këtu, po dhe kjo do me thonë me ato procedurat administrative. Keni më procedurat se njerës ka nevoj. Jo, as nas po dina, vish po bojna thirrje si ti. Po, shumë e lehtë me thonë shko drejtoju kur inspektorati i Prishtinës për shembull nuk ta çelin telefonin, nuk të kthejnë fjalën në rrjetet sociale, domethënë hiç nuk lajmërohen. Edhe ku shkon ankesa jote? Nuk e di fjalë që po du me thonë të fundit atë. Media, ndoshta si mjeti kryesor i komunikimit të shqetësimeve, ankesave. Çka e po nejse. Ska lidhje tek e fundit. Ja kena zgjedhur profesionistëve stani. Zonj, unë të uroj shumë shëndet, shumë suksese, edhe uroj që t'jetosh gjatë me gjithat mirat, edhe mos t'kesh nevoj mo për këtë terapi. Jo veç për këto, po për asnjë tjetër. Inshallah, kush është Hade forca, suksese, dëgjëm, e ki në YouTube një material sot që ka qeni doktor në Glam Radio, mush me gjithë Glam Radio 886, me ndëgju një doktor Samiu, një super psikiatr, jashtë zakonshëm, një njeri që do më thonë, kena nevoj krejt me shku me taku, edhe të kisha thonë mi janë dëgju sot intervistën që e ka pas podcastin me Paulinën, prej fillimit dhe në fund. Rrugë të ngjajshme sikur e jotja, po nga qëndrimi pozitiv edhe premtona mua dhe Fionës që kime mujt. Faleminderit shumë. Qashtu me na premtu. Ciao, kalofsh mirë, me luftu deri në fund edhe me kallëzu atij që je shumë i vogël këtu tek une. Swiss Diamond Hotel Prishtina është vendi ku mundeni me shku me u kënaq në ato spate mrekullueshme, me boni japonisat spas kur gjake si shkon qëtasht, edhe pse do informata që bi marrëm në emision për një men aronojnë mas emisionit me Fionën, edhe na i farë neje kush dhe që ka me bo mundet me shku me bo se i kanë do salat mrekullueshme. 033-220000 për Swiss Diamond Hotel Prishtina. Alo, përshëndetje. Sa interesant, silë dhe pshilët emisioni prapë se rapë të onarit. Sa dush, më thonë para 4 minutave ke thirë dhe apet i fundit je. Interesant, shumë interesant. Së është interesant, po do më thonë, ti e interesant vetë. Ja, unë e qërë du me konë pak i ashmer. Okej, a bëm vish pak u i rëgove të pinashtu, po hajde vazhdo ti, vazhdo. Po, s'kom qare pak i ashmer, se me të vërtet, na, shikoj, jena shumë popull që gjithë shëma.
sinqerisht po them. Hajde, pse po thu? Pse dilni votoni? Pse votoni? Jo, na me votu duhet, po tani edhe do të më mojë për fjalë. E kisha sabotuar për komplet politikën. Spajtona. Komplet. Unë me votu duhet. Është e drejtë e jamja. Unë votoj. Mirë po. Po të mos ndryshon për momentin që del në pozitë. Kushdo që del në pozitë, unë ta bëj opozitën. Unë kapna për fjalët, them ke thonë çtu kena mashtruar asfalt. Po dhe po nuk po e fjalët atë. Po rritë komuna more. Po nuk po as ajo s'po pinoj. Dikur pen uj. Asnjëon as po pinoj. Skoja bëj kopën për dorë, tamani diç hajde të Unë jam ashtuksorin. Okej. Ju vetë thatë juve ju shojnë. Do ju mënoni plot me ngrit zonën, mi ro probleme. Normal, edhe nonës, ajo si çohet thot, "Okej, faleminderit që thashto dhe a din çfarë nis nona po emision. Atë ditën po. Edhe jashtë toksor. Po. Hajde të vazhdo. Unë jam shumë i prekupuar me thot drejtën, në kjo mos më kuq kuptoj njerëzit, po është e dhëmshme kjo se kom posë edhe unë rast se diun që është të mërshme është, sinqerisht, po rreshët të ketë përmirësime, s'po du me zgjallë më tepër. Unë po besoj që se nuk është veç ky repart që ka nevojë me Barna, edhe me ato krejt që kuka para mendoj me shku në emergjencë. Kosova thuj. Me shku në emergjencë dhe mos me pas një pshiring, a din ma esenciale. Gjërat bazike. A din është e jashtëzakonshme para mendoj me shku edhe në pediatri. A moj viç edhe diçka me shtu me që përmendë këtë pjesën e medikamenteve. Mu fatkeqësisht më ka ra në para 5-6 vitesh me qëndru një javë në spitalcim. Edhe kur veke një drejtor i caktuar në ndrim, ka pas mjete bazike në dollap. Ndërsa kur s'ka qenë ai drejtori specifik në ndrim, nuk ka pas. Edhe për mu ka pas ilaçe, ndërsa për një grua tjetër nuk ka pas. Çfarë kanë? Ai kanë ndosh. Po, domethënë unë gjithë dal në përfundim që na njerëzit, populli jemi ata fajtorët 99% se gjërat shkojnë çu po shkojnë. Sa to vet nuk ecën si marrin kom medalë jashtë. Nëse se bre po na rënë në stazën i fundit në vend që me thonë unë si ashtë toksor, po ndryshimin që do ta doja ishte të bashkohemi me ata marsianët atje diçka, po shkon marrën në stazën. Tash ndryshoj. Ama veç edhe një pyetje kam fundit për çfarë folëm. Nëse magnetografi është një aparat shumë i shtrejtë, aty te kubot të fotografimet e thella, edhe shkon njeri nga punonësit, pa më parasysh doktora që është budhes reporti, edhe ja heq një pjesë në mënyrë që njerëzit shkojnë tek ai ju aty. Çfarë do të më bëj aty? Do të më dënuaj ato. Unë kisha më dënuar. Do të më shku privat me nëse. Kalofsh mirë, faleminderit shumë. Je mrekullueshëm. Faleminderit. Për të vetë është për të. Vesu kry 46 shkoj. Faleminderit, kena dal minuta shtesë. Kto përshëndesim. Shkon mirë mvar me hiç që e fundit. Faleminderit shumë, jeni të mrekullueshëm. E don Zhegrovës suksese dje, domethënë nuk kanë shumë i mirë në lojë. Edhe sot kena me pa apet futboll për ata. Ka do shqiptar që kanë me lujt. Deri nesër mos harroni me bë ata që doni me bë gjithmonë me epshun dashni. Jo tash deveni të vesh kena për çka me kthyer futboll. Nëse na herë ke kthyer futboll thjesht se e ke simpatizuar një ekip caktuar, tash ki ekstra arsye. Faleminderit secilit prej juve që keni qenë me neve edhe sot, keni ndoa me neve gjitha mendimet e juaja, vazhdoni me qëndru me ne edhe për një orë tjetër jemi bashk. E për fund krejt du me falenderu shumë Jeta Baholli Hair and Makeup. Shihemi nesër, tung tung.